Ajo që ndodhi dje ishte një rrjedhim logjikshëm i ngjarjeve. Jo, unë nuk jam as me zotin Blushi, as kundër zotit Blushi. Mendoj që ajo që ndodhi mbas ishte një diskutim që në gjykimin tim ishte pa nevojshëm, sepse ishte rënë dakord që për të diskutuar dhe për të thelluar në mënyrë institucionale çdo shqetësim apo shqetësim do të liej një herë tjetër, pastaj pati një reagim që unë mendoj që ishte i panevojshëm. Unë kam 20 vjet që kam shok Edi Ramën, por nuk kam pas një shoqëri të veçantë me Tom Doshën dhe nuk kam qenë kaq shpesh. Domthon jeta e ka ndarë që me Ramën kemi ndënjur shumë, po me Tomën më them që mund të kem dhënë 5 herë, 6 herë. Nuk kanë qenë kaq shumë shok. Më duket mua se kanë qenë kaq shumë shok. Kanë qenë bashkëpunëtor, po. Toma ka pas një rol shumë të rëndësishëm elektoral në zonën e Shkodrës dhe ka qenë një bashkëpunëtor pa diskutim i kryeministrit dhe një nga anëtarët e grupit parlamentar. Po, shok. Mos do thoya që ne e përjashtuam, po vetë përjashtuar dhe ai u liruar nga vetë akuzat që hodhi për të qenë i lirë, për të bërë ato, për të nxjerrë në pa ato që ai pretendon. Mendojmë që gjëja më e mirë që bëri flas strukturët e Partisë Socialiste që e lanë të lirë, që ai të nxjerrë flas në pa ato problematiket që ka vetë. Ku do thoya që s'ka lidhje shumë fare me partinë. Diçka personale e tij që s'kishte lidhje flas me strukturët e partisë as me asnjë me Partisë Socialiste. Si e konsideronin largimin e zotit Tom Doshi nga grupi PS-s? Po besoj arsyet janë të qarta, u thanë dje, kështu që s'ka nevojë për komente të mëtejshme. Po sa i takon reagimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Besoj që është e drejta e tyre, është qëndrim që padyshim ata duhet ta kenë mbajtur mbi bazën e informacioneve që mund të kenë. Reagimi i zotit Tom Doshi ishte, le të themi, një reagim që pritej. Nisur nga ajo që ndodhi javës që shkoi, besoj që dhe qëndrimi i dieshëm ishte në atë vazhd, kështu që s'kishte ndonjë surprizë për neve. Edhe ato që kam dëgjuar sot nëpër gazeta, ky votoi kundër, ai votoi kundër, nuk qëndrojnë, sepse vendimi ka qenë unanim.